Një përshëndetje shumë për zemrët ju, të rive, të rejave, bashkëmoshatarëve tuaj, të forumit rinor, miqve, shoqeve, shokve që keni, në shkollë, jashtë shkolle, kudo që jeni. Takimi me të rit është natyrisht takimi më cilësor, takimi më i rëndësishëm. Edhe ky takim sot për mua është takimi më i rëndësishëm, sepse takohemi bashkë vërtet në një moment jashtëzakonisht kritik për vendin. Takohemi në një moment kur diktatura autokratike, e cila është një diktaturë që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin me të gjitha mjetet. Në dallim nga ajo diktatura që ju nuk keni jetuar dhe s'do ta jetoni kurrë, diktatura totalitare në të cilën pluralizmi ndalohej me kushtetutë. Por sot ne ndodhemi në qeverisjen e një personi i cili për hir të vërtetës ndan me etrit e tij biologjik, psikologjinë më mjerane, psikologjinë më të keqe të njeriut. Psikologjinë ndan me etrit e tij biologjik armiqsinë e egër me kundërshtarin dhe përdorimin e çdo mjeti kundër tij, faktikisht kundër pluralizmit. Sot, në qoftë se i ati i tij në atë diktaturën totalitare në cilën kushtetuta e ndalonte disensin dhe mendimin ndryshe, firmoste varjen në litar të kundërshtarëve politikë sepse thurnin vargje për lirinë apo për Kosovën apo për të drejtat e njeriut, sot bastardi i tyre, pasardhësi i tyre me emër Edi Rama, burgos në vit elektoral, kryetarët e partive politike në mënyrë që të marrë me çdo kusht mandatin. Sot, në këtë diktaturë, një lloj si të parën, të gjitha pushtetet përqendrohen në një dorë. Përqendrohen në një dorë. Dhe ju e pat, ju ftoj mos harroni kur ditën e djeshme. Një ditë ju garantoj unë e pashemullt në historinë e një shteti, ku ditë në cilin kreu i shtetit, kryeministri, kryetari i parlamentit përballeshin me një prokuror që bënte ligjin, që donte ligjin, zbatoi ligjin. Nuk kisha pas skena në tronditse të them dhe e kam pa dhe një packe. Ditë më të turpshme në historinë e ligjit të botës dhe të kushtetutës botë nuk ka. Kur një prokuror në emër të ligjit ka vendosur të thrasë para ligjit në hetusi, ta pezulloj zëvendës kryeministrën mbi bazën e 1000 fakteve, mbi bazën e vjedhjeve të pafundme për të përgjigjur para ligjit. Por meqense aty ku është emri Belinda, siç e keni marrë vesh ju, aty është emri Edi Rama. Meqense në çdo rresht ku ajo akuzohet është Edi Rama mbrapa saj, tani çdo gjë duhet përfundojë tek këmbët e saj. Tek fushët e saj. Nuk kishte skenë më të pashemullt. Kur dilin njëri mas tjetrit përfaqësuesi i presidentit, i kryeministrit, i parlamentit, e çfarë thoshin? Përballë ligjit, përballë kushtetutës, përballë kodeve, zero. Përveç se moralin e hajdutit. Përveç se moralin e hajdutit. Po çfarë hajduti? Hajduti
që ka vjedhur miliarda. Edi Rama, se aty është Edi Rama. Pse u nala në këtë shembull? Jo, është shumë e rëndësishme që ju ta kuptoni. Se pandarjet pushteteve nuk ka kur asnjë sistem tjetër përveç diktaturë. Miq, prokuror, gjykatës bëjnë gabime, kanë tendenca politike, janë politik, kur sulmojnë si politik, duhet ja u kthesh. Kjo ndodh këtu, ama nuk ndodh vetëm këtu. Kjo ndodh në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, edhe aty ka ndodhur. Edhe aty prokurori trillonte për kandidatin për president në mënyrën më monstruoze. Por asnjëherë ai nuk bëri ndysh fjalën e tij. U paraqit sa herë kërkuar. Se ky është rregulli. Rregulli është që do t'i qëndrosh ligjit, do zbatosh ligjin, se ti je për shtetin ligjor, je për kushtetutën, sepse kushtetuta është shtyllë kryesore e garancisë demokracisë, lirive të qytetarëve, kurse këta rrjeshtoheshin në një mënyrë të paimagjinueshme, njëri pas tjetri, për të mbrojtë kë, për të mbrojtë një hajdute e cila ju them ju,